kemi në Shqipëri një figurë publike që është ikon stili në kuptimin e plotë të fjalës. Përmend Gridën? Po. Atë do ta quaja Gridën edhe si ikon stili. Ka stil të përcaktuar, e mban, është besnike stilit të saj, e përfaqëson me shumë kurajë dhe elegancë, do thoja. Kështu që po, do ta konsideroja në shumë aspekte si një ikon stili, se guxon edhe me ngjyrat, guxon edhe me veshjet, me format, po, me grimin. Kush vishet më bukur në Shqipëri sipas teje? Artistët, moderatorët apo zonjat e biznesit? Jo, do thoja artistët. Zonjat e biznesit vishem po me njëta ngjyra, domethënë të errta, sepse mendohet që në biznes duhet të jesh serioze, të merresh seriozisht, por nuk është e thënë, nëse përdor ngjyrat, nuk do të thënë që nuk merresh seriozisht. Thjesht duhet të dish ato të tua dhe ti kombinosh në mënyrën e duhur. Ndërsa për moderatorët, po preferoj artistët sepse guxojnë më tepër. Guxojnë më shumë. Thjesht për këtë arsye.